415.000 persona janë testuar, janë pyetur dhe kanë dalë në rezultate. Pra gati gjysmë milioni njerëz që po të bësh dush me partnerin ose partneren, pra të bëni dush dyshe, po mund të bësh edhe treshe, varet. ul stresin dhe forcon marrëdhënie. Jemi bërë romantik sot, me matës ujë në dorë, domethënë, ëh? Edhe lajmi edhe mazim ujin, mbukur. Por nuk përbën ndonjë ndryshim, sepse kabin dushi kanë ata të huaj që bëjnë studimin. Po? Pa, Çfarë ke vëlla, se ndryshoi baza? Ndryshoi thashtu hap çesmi apo. Jo më Juli, jeta shumë e shpejt ndryshon ram bam, ti s'duhet ndalosh i dashur. Ti duhet vetëm të vazhdosh derisa ec dhe vetëm si po na thoje? Po të thoja që si ne shqiptarët, si ata të huajt. Jo, se kështu i bie keq, i bie po lajm me Julin. Jo, dal, abstenim, nuk lajm me Julin. Kemi marrë një jahtë dhe lajmi i hidhemi, po jo dush në det. Për familjen tënde mund të jetë okay që të lajsh me mua, po e kam babi musaqe akoma. Jo, ba, se na ndjekën. Po pse jemi zgajt? Kam shkuar shumë mirë me shokët. Po, edhe keqen, u rrit djali o bë burr. Ha të keqen. E nëse se na doli nga duar, ora vazhdo me këtë me dushin, na lër me dush. Pra, nëse bën dush me partnerin, pra bëni dush dyshe. Me partneren o vlla. Partnerin ose partneren, më të çën si ka. No Juli, kam filluar po ndryshoj mendim për ty. Tani që je nxirr, por nuk është problemi tek uji, është tek intimiteti. Qëllimi i studimit aty është tek intimiteti, pra. Jemi në fazën na erdhi uji. Ne. Po. Se jemi për shumë gjë. E frekuenton këtë që sapo the? Me këtë këngën jam i Vino, mos ke gjë kamerat e banjë e Julit ti? Edhe i dëgjon këto? Se është fiks Juli nga këta tipat. E do ishte e shpifur, do të ketë drejt. Ka kamerat Big Brother të banjot, kasat e banjot. Po ti je më VIP. A Juli? Si mund të lahesh ti me këtë këngë për shembull? Si mund të fërkohesh? Si një zok pushverdh. Po pastaj ulaj me shampo. Jo me sapun. Jo, me sapun është keq. Me sapun është kur s'ke shampo. Vetëm me shampo. Dhe e kursej deri në atë pikë sa i hedh ujë e tun. Dhe pastaj atë pikën e fundit e konsumoj. Te koka. Po për shembull kur të ndalon muzika, për shembull, ndalon dushin, lan gishtin edhe e vë prap muzikën apo jo? E fshin mirë, okay. Se po e laga nuk vjen muzika, duhet ta fshi. Me që na nxite imagjinatën me këtë këngë lajt Juli, po me çka këngë lajm sipas teje për shembull. Atë shfrenojmë imagjinatën e Vinit, çfarë mendimi ka për ne gjatë këtij sezoni të top fare. Ndërkohë ju edhe mund të bëni dush, edhe mund të ngrini radion ose televizorin, pra volumin, të kanali 10 në digital, dhe ndërkohë që bëni edhe dush, edhe na dëgjoni. Muzikën e Vedos Vini, llaka bëjmë ne. Oho! Po si e gjete? Nga këto që ke atë furçën për konë shpinën. Kjo është fiks. E bë dhe kamerën, unë kam dhe DOP me banjë. Po, thot për Cristiano Ronaldo që lahet me këtë këngën. Po edhe unë jam në hapat e tij Vini. Po shumë e bukur kjo. Kjo të jep shumë atmosferë, shumë adrenalin. Ke parasysh Julin si ç'është kurrizin? Po. Tu është pjesa kur kryhet kurrizja. Super bukur. Me këto vape disi. Po, duhet lahesh 3 herë. Po kjo është hera e dytë. Do rikthehemi te studimin e. Vazhdo na fal se na mori. Jemi live. Se kështu edhe intimitetin e rrit, edhe marrëdhënien e forcon, edhe stresin e ul, po edhe ujin e kursen. Se lani 2 veta me një çesme. Po, unë e kam pas shumë siklet kështu Juli, të lahet. Si e ke kokën e dushit, e ke nga këto dhajat katror apo kështu të vogël? Me thënë drejtën, koka është normale. Pra se ke kokë katrore. Ja, nga Mallakastra. Jo, nuk është e odhe gjatë. Apo është për tjetër ajo që i ka katrore. Jo, është kokë normale dushi, e blen në pazar. Kokë se gjithë tjerë. Se ti si e ka të lëviz domethënë apo thjesht e le aty? Jo, më pëlqen të jetë i ngulur. Të jetë statike që të lëvizon. Po ti Juli si e ke? Apo ti lahesh me zor? Mo lahem shumë me çe presioni. Prandaj e kështu ti. Unë shtyp me gishtë që të dalë, kupton. O e rëndësishme o njerëz të mirë. E rëndësishme është lajni si fillim, se ka filluar vapa. E kanë të hidhi antidjerës pasi jeni larg. Patjetër, kjo është drita jeshile për çdo lloj njeriu që hip në autobus, i kuptojmë në Europë. Po. Europa ka ngelur, jemi vetëm një dush larg.
O miq, Te ujna ka ngel. nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një dush, po futini edhe një mendje të lehtë se më keq nuk ka ku shkon, më mirë do të bëhet